Këto propozime para se t'i paraqiten Këshillit duhet të marrin konfirmimin për bazueshmërinë ligjore nga sektori juridik I bashkisë. Kjo është Bukur pra, pse ja ke qu pra, do të thotë që ka projekt akt. Ka projekt akt pra. Në procedurë ju nuk jeni në rregull. Un kam bërë Asnjë si në rregull, çu se nisi në rregull, asnjë si në rregull. Po si e pra rregull? Dhe me gjithë dëshirën për ta ndërtuar një gjatë të tillë, nuk keni ndërtuar një gjatë të tillë. Kish ka përcy hapa, kish ka përcy. Gjaz, zoti Luli, ju nuk jeni këtu për me vu vetën e me na myll gojen. As nuk jeni këtu me na imponu mendimin tuaj sa është disa ta herë që e bani këtë gjë. Dakor? Të lutem, o ta dëgjojmë njëri tjetrin në mënyrë të barabartë, edhe me respekt, sepse ju jeni tjetër profesionin jam jurist dhe nëse është për këtë gjë ju duhet të dëgjoni më me vëmendje se di dy gjëra më shumë se ju. Kur është për mësuesi, unë mylli gojën e ju ndëgjoj ju me shumë vëmendje, dakor? Dhe ky është mos respekt që ju tregoni për dytën herë për mua. Aq më tepër që jam pjesë, aq më tepër që unë jam pjesë e të njëjtit grup me ju, dakor? Po, dha shumë e shëmtuar kjo që bani. Tani nuk mundesh të më imponu mua mendimin juridik. Kush po të imponon mendimin juridik? Ju po impononi mendimin, ju po impononi. Je gabim. Nuk e ke respektu rregulloren, dashë disa ta herë që kam hesh, sa herë që ti nuk e respekton rregulloren. Tani mjaft mua me këtë punë. Nëse nuk je ngjallje me njoft rregulloren, nëse si ngjallje me Allah respektu këton me hiç dorë. Rregulloren unë jam shumë mirë. Në momentin që nuk ju pëlqen ju, jeni kështu. Mirë. Të lutem, jo, mundem pak lutem kryetar. Të lutem, mendim juridik, por s'ke njohuri juridike. Të lutem, a mundem?